Yes! Atëre, urdo, fol. Po, admiral, po. Apo të flasun? Po, fol më fol, pa tjetër. Oke, jo, fol. Jo, fol ti. A të flasun? Fol më fol. Po të lutem, fol ti. Jo, more, kam respekt, fol. Oke, flasun. Atëherë, siç po thoni. Elbasoni bukur. Si su bë njerë ky vend, si su bë njerë ky vend. Me leje. E ke kur thon gjërat po ecin fjoll, do të thonë nuk di. Kur thon fjoll, çfarë fjollë këtu? Që do të thonë që ecin smoothly. Që do të thonë smoothly? Këtu që ecin, por ecin të grasatuara atletë. Që do të thonë graso? Graso është lubrifikant. Po lubrifikanti për çfarë shërben? Doktor, tash të lutem, shpjegoj. Atëherë do të jemi në qytetin e Elbasanit. Vllai kishte një shtëpi 3 kaçe. I fali katin e parë dhe katin e dytë vllajt. Këto të vërtetuara me dokumenta. Pra, marrëdhënia që nga vlla me vlla. Pa. Në fund fare del një dokument tjetër me firmën e këtij vllai që i fali, që ky firmosi me demek që gjithë shtëpinë po ta jap ty dhe vetë po flen me skatër rrugëve. Ja dha vllai gjitha. Ja ta janë vëllezër. Pra. Ta janë vëllezër. Herë vllai tha se unë do flen me skatër rrugëve. Kush ka një vlla të tillë? Ashtu. Mbesa me xhaja. Nipi me xhaja. Dun me e qit me skatër rrugëve. Ndërkohë që vendimi i gjykatës është këtij fare, vjen përmbarimi pa ekspert se si do e daj, se si do e masi, a është i vetmi ky rast? Absolutisht jo. Vetëm ne kemi dhënë me qindra këtu. Absolutisht jo. Por, ja që ndodh. Sigurisht që ndodh. Edhe do ndodhi, ore. Qëndroni aty.